Problemi është më mjaft më kompleks, ju referuat misrit dhe drithrave, në fakt janë shkaktarët kryesor të myqeve dhe të gjinisë Aspergillus që prodhon pikërisht aflatoksinën, kryesisht dy gjinive Aspergillus flavus dhe Parasiticus. Por thash problemi është kompleks për faktin sepse ka edhe ushqimet të tjera që transmetojnë myqe, është silazh, është sana, në këtë kohë është kashta, e cila në periudhën e dimrit kultivon, favorizon rritjen e myqeve dhe njëkohësisht edhe praninë e aflatoksinës. Kështu që në periudhën e dimrit lopët, gjedhi kryesisht, por edhe kafshët e tjera që prodhojnë qumësht, janë të ekspozuara më shumë me ngarkesë mikotike dhe njëkohësisht me aflatoksinë. Faktin sepse ndriçimi diellor, lagështia, mos harrojmë që në Shqipëria ka qenë në një gjendje ku shumica e vendit dhe ultësirave ka qenë në efektin e përmbytjeve, që shtuar akoma më tepër rastet e infeksioneve dhe kontaminimeve mykotike për shkak të përqindjes së lartë të lagështisë. Mund të ketë hyrë ujë në vendet hambaret ku ruhen drithrat dhe ushqimet për kafsh, njëkohësisht të gjithë baza ushqimore ka qenë në efektin e ujit. Dhe kështu, natyrisht ne do presim, është një situatë e cila ka qenë emergjente në të gjithë vendin, që reflektohet në këtë rast edhe në nivelin e aflatoksinës, ndoshta të qumshit që prodhojnë në zonën e Myzeqes, sepse ka shtu pësirë. Zonja Drazho, s'pari se ju jeni pak në pozicionin e përfaqësues e autoritetit kombëtar të ushqimit, për te pozicionit tuaj real të punës. S'pari, a duhet ose a mundet që një fabrik përpunimi qumshit të fus në prodhim, në përpunim një qumësh që i rezulton me aflatoksinë? Jo, absolutisht jo. Patjetër që aflatoksina mund tjetë një nga elementët kyç ose tregues kyç i sigurisë ushqimore, siç ka dhe shumë të tjerë, mund tjetë ngarkesa mikrobiologjike, kushtet e ruajtjes, ka shumë faktor, por në mënyrë absolute një produkt lëndëpar në këtë rast nuk duhet të pranohet nga operatori i biznesit ushqimor nëse nuk përmbush kërkesat e sigurisë ushqimore. Madje për më tepër bizneset në shumë raste bëjnë edhe selektim kur lidhet me parametrat e cilësisë, që mund të jetë përmbajtja proteinike, përmbajtja e karbohidrateve, në varësi gjithmonë të produktit. Kështu që ky është hapi i parë që ne mund ta quajmë një lloj vetë kontrolli i brendshëm i biznesit pa u futur autoritetet. Sepse pjesa e qumshit ka dhe një lloj debati, sepse janë dhe institucione të tjera të përfshira. Nëse flasim në ferma, nëse flasim qumshti i prodhuar, kështu që ne mund të diskutojmë edhe më gjatë. Autoriteti kombëtar veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve që kontrollon qumshin në fermë, dhe AKU që kontrollon edhe produktin final, qumësh për konsumatorin, por edhe ushqimin për kafsh. Edhe ushqimin për kafsh. Kështu që patjetër këto janë disa element që duhen kontrolluar. Një operator i biznesit ushqimor ka detyrimin dhe të drejtën e tij absolute të pranojë një lëndë të parë që përmbush të gjithë kërkesat dhe të gjithë parametrat. Ai mund bëj dhe një analizë, sepse nuk është e thënë, e merr vërtet lëndën e parë me faturë, e merr dhe ndoshta me një raport analize ka një laboratori palës së tretë, sikundër kemi thënë dhe herë të tjera, por ka të drejtën e tij të dyshojë të gjithë këto procese, të bëjë një analizë vetë kontrolli.